erdhi njëri te Ahnef ibn Qajsi, edhe i tha: "Çi ki njëri të ndëruar që më të li?" Ahnef ibn Qajs e ka pas një kabile, paraforsisht i kanë pas 120.000 njerëzi. 120.000. Njoni 12 shok mi pas jam Armenia. Shumë jam Armenia ati. 120.000 kabile i ka pas, kabile ati, ketë musliman. Edhe kjo ka një pari tëne. Thonë djetarët e historisë, nëse Ahnef ibn Qajsi i kishtë thirë familjarët e vetë, 120.000 njerëz i kishin orë hazër. Mi thonë ati, qka po do? Hitë se kishin vetë, qka po do? Se e kanë pas autoritet. Ka arë një njeri të qiki njeri që i ka pas 120.000 ushtarë. Edhe i ka thonë: "O Ahnef, a e diti se mu me ma thonë ti një laf me më ranu? 10 ranoj une, me 10 ranoj." I tha Ahnef ibn Qajsi: "Nuk o kjo, së shkjo interesant, së kjo kur gjatha. Para me ndo ki ka 120.000 ushtarë." Tha: "E di qka është? A e ke të pa, thati një njeri, 10 lafet rana me ja thanë, as nja nuk ta thot." Pastaj qka i tha ki njeri? Tha: "Dashta me zbulue me qka je boj math dhe popli jot." Tha: "Me qëta dashta me zbulu, pse 120.000 njerëzit të rinë hazër, kum kujtu e se ku e kum menu, ku e ki e forcën e pas kënë majtë më në vetës, ti s'po i dhnoshe për gjithë shka." Qka tha? "Bihedha sut të lkaum", me qëta ju pas ke vo prijës kitë që tënve. Ti së ne ma vetën, u kri jetë veç e robi vetës tane. Një njeri e ma vetën, e ka përcen vetën, a i bëhet zotnija ati njerëzve. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë? "Elledhi yamliku nafsahu inda al-ghadab", ai i cili e ma vetën kur a nervoz. Dhe dëgjoni këtë hadith.